Bashkia e Tiranës po përfundon dosjet për pajisje me dokumentin e pronësisë të 278 apartamenteve. Zëdhënësja e bashkisë, Anila Bisha, tha se ky institucion ka ndërprerë çdo shërbim për 95 subjektet private që nuk kanë dorëzuar dokumentet për procesin e hipotekimit. Si rezultati këtyre masave, 5 subjekte kanë dorëzuar dokumentet e duhura, duke mundësuar kështu pajisje me tapin e shtëpisë për 1120 qytetarë. Bashkia e Tiranës futi në listën e saj të zezë 95 subjekte, por dhe persona fizik, të cilët nuk kanë përmbushur detyrimet që kanë ndaj qytetarëve të Tiranës. Pas ndërprerjes së çdo shërbimi që bashkia afron ndaj këtyre subjekteve, një pjesë e tyre kanë nisur të riaktivizohen. Pranë Bashkisë së Tiranës, 5 prej këtyre subjekteve kanë sjellë një pjesë të dokumenteve dhe janë në proces të përfundimit të dosjeve të tyre për të pajisur me lejet e përdorimit. Bashkia do të vazhdojë bllokimin e marrëdhënieve me të gjitha subjektet që nuk kanë dorëzuar dokumentacionin, derisa procesi i hipotekimit të banesave të marrë një zgjidhje përfundimtare.